Shikoje për shembull tregimin e Ademit dhe Iblisit. Të dytë Allahu subhanahu wa taala i urdhroi me diçka dhe i ndaloi me diçka. Në rastin e Iblisit nuk diti domethënë të sillet mirë me Allahun subhanahu wa taala, e kundërshtoi urdhrin e tij, pastaj edhe nuk u pendua, mirë po u tregua kryeneq. Andaj Allahu e mallkoi dhe e largoi. Kurse Ademi a.s. edhe ai gaboi. Domethënë duke e ngrënë pemën e ndaluar në xhenet. Mirë po, Ademi a.s. diti se si të sillet me Allahun dhe thanë së bashku me Havan, Rabbena dhalemna anfusena fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Zoti jon, ne i bëm dëm vetvetes son, e pranojmë gabimin ton dhe nëse ti nuk na fal dhe nuk na udhëzon, ne do të jemi prej të humburve. Andaj Allahu u afali. Do me thonë, Allahu u afali dhe i zbritin këtë botë dhe u dha një shans tjetër për ta fituar shpërblimin e tij, për dallim nga Iblisi, i cili nuk diti si të sillet, nuk kërkoi falje prej Allahut subhanahu wa taala, andaj edhe u mallkua. Dhe kështu është, do me thonë, kështu është çështja, shembulli i besimtarit me qafirin këtë botë.